E ftuar në një studio televizive ka qenë avokatja Nexhi Beqiri, e cila ka folur më shumë mbi situatat më të shpeshta ligjore në Shqipëri, por jo vetëm. Avokatja është pyetur edhe lidhur me reality show Big Brother VIP. Një çift i gjeneratës Z, si Egli dhe Gjesti, a do të funksiononin në martesë? Që ditën që ata janë shfaqur e kam parë që është një çift që nuk funksionon. Nuk është arsyeja vetëm ajo që thuhet në publik që Gjesti nuk e do, por duhet të mendojmë që Gjesti vjen nga ajo pjesë e fshatrave të Pejës, që e kanë shumë të rëndësishme që vajzat që do futen në shtëpi të jenë pak tradicionale. Ai nuk e ndjen veten asnjëherë vetëm, ai e ndjen veten me motrën dhe vëllain dhe dy prindrit, kështu që nuk mendon vetëm për vete. Kur ai deklaronte me të madhe se nëse do fitonte gjithçka e ka për familjen, ai e mendon një familje të lidhur ngushtë me njëri tjetrin dhe mundësisht nusja që do të vinë në atë shtëpi do të jetë pak a shumë si motra apo mamaja e vet. Unë e mendoj kështu. E dyta, natyra e Gjestit dhe njëkohësisht shkollimi i tij, ai e ka ndier që është pak inferior ndaj Eglit, sepse ajo është e shkolluar, artikulon shumë mirë dhe unë them që ai e ka mbajtur Eglin dhe për arsye që kur gjendej ngushtë dhe nuk dinte si të kthente përgjigje, Egli e shpëtonte. Prandaj unë e quaj dhe një cilësi dhe vlerë që ai ishte mirënjohës ndaj Eglit, e cila në situata të vështira dinte ti kthente përgjigje të tjerëve në mbrojtje të Gjestit. Ajo ashtu është shumë e mirë. Ajo e bënte më shumë këtë sepse e dashuron dhe më vjen shumë keq sepse Egli vjen nga një humbje dashurie, ajo ka patur më shumë nevojë se kushdo tjetër në atë shtëpi për një dashuri të re. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.